A e dinit që në 2024 më shumë se 32 parti vezësh u tërhoqën nga supermarketet greke për shkak të rrezikut të salmonelës? Testet e Unionit të Konsumatorëve zbuluan se disa marka shesin vezë më pak të freskëta me të verdha të dobëta dhe erë amoniaku. Miliona familje blejnë çdo ditë vezë pa ditur si prodhohen. Ne analizuam çdo test për të zbuluar 7 marka që duhet t'i shmangni dhe 2 që meritojnë besim. Në fund do t'ju tregoj si të lexoni kodin në lëvozhg, sepse zgjedhja e gabuar mund t'ju kushtoj shëndetin shumë më tepër se disa euro. Le të fillojmë. Numri 1. Delika, gusht 2024. Efet lëshon paralajmërim kombëtar. 32 parti vezësh të kontaminuara me salmonel. Të gjitha prodhuar nga Delika Araj në instalimet e saj në Thesali. 10 marka të përfshira: AB Vasilopoulos, Sklavenitis, Mi Market, Masotis, Carrefour Marinopoulos. Katastrofë. Salmonella shkakton diare, të vjella, ethe, dhimbje barku. Në raste serioze shtrimi në spital. Delika nuk prodhonte vetëm me markën e vet, furnizonte gjysmën e tregut. Tërheqja ishte masive. Miliona vezë u hoqën nga raftet. Nuk ishte problemi i parë. Në 2018 raporte për higjienë të dobët në disa njësi rritjeje. Në 2020 një tërheqje më të vogla, por gushti 2024 ishte katastrofa. Kompania tha se kontaminimi erdhi nga një parti ushqimi për kafshë. Por ku ishin kontrollet e brendshme? Delika është një nga gjigantët në Greqi me qarkullim mbi 150 milion euro. Instalime moderne. Dhe megjithatë një bakter vdekje prurës kalon kontrollet. Në 3.40 euro për 6 vezë, Delika premton cilësi. Por faktet thonë diçka tjetër. Nuk mund t'i besosh dikujt që të dërgon në spital. Numri 2. Agno Trysauga. Agno është marka e grupit Minerva. Kolos me 1.8 miliard euro. Vezët e arta premtojnë të verdh ari, pula të lumtura, cilësi superiore. Por në testet e Unionit të Konsumatorëve 2023, Agno Trysauga u rendit ndër më pak të freskëtat. Në testin e ujit vezët u anuan. Shenjë plakjeje sapo u hapën. Erë e lehtë amoniaku. Të verdhë e dobët e bardhë ujore. Jo e shkëlqyer. Problemi është zinxhiri industrial. Agno prodhon vëllim, jo për sosmëri. Miliona vezë në ditë. Mbledhje, seleksionim, paketim, ruajtje, shpërndarje. Çdo fazë shton kohë. Vezët e arta arrin në rafte tashmë të plakura me ditë. Kodi në lëvozhg zbulon diçka tjetër. Shumë vezë Agno Trysauga ka numrin 2. Rritje në tokë. 7 pula për metër katror. Magazine të mbyllura. Dritë artificiale. Asnjë qasje jashtë. Pulat nuk shohin kur diellin. Jetojnë të ngjeshura në kasolle të ndotura, stres, piçkime, sëmundje. Agno flet për trajtim të mirë të kafshëve në faqen e vet, por pulat jetojnë në kushtet minimale ligjore. Në 3.10 euro për 6 vezë, Agno Trysauga nuk ia vlen. Numri 3. Fysy Lidl. Lidl hoqi kafazët në 2018. I pari diskonter gjerman në Greqi që e bëri. Merit nga Compassion in Old Farming, por Fysy, linja bazë, fsheh probleme. Në testet e Unionit të Konsumatorëve, Fysy Lidl u rendit ndër më pak të freskëtat. Vezë të plakura në testin e ujit, erë e lehtë amoniaku, freski jo e shkëlqyer. Lidl konkuron në çmim. Në 1.89 euro për 6 vezë, Fysy është ndër më ekonomiket, por ky çmim fsheh kompromise. Vezët Fysy vijnë nga njësi rritjeje në tokë me densitet maksimal. 7 pula për metër katror, prodhim intensiv, mbledhje mekanike, përpunim i shpejt për ulje kostoje. Rezultat: vezë mesatare që shiten si ofertë. Lidl ka linja më të mira. Vezët biologjike Biotrend janë të shkëlqyera, por Fysy, ajo që të gjithë blejnë për të kursyer, duhet shmangur. Problemi nuk është vetëm freskia. Është gjurmueshmëria. Etiketat thonë nga njësi greke rritjeje. Por cilat njësi, cili nam? Paqartësi e qëllimshme. Fleksibilitet për ndryshim furnizuesish pa njoftim paketash. Nuk di kur realisht çfarë bën. Numri 4.
Masotis o ekonomia syn Masotis është tempulli i ekonomisë. O ekonomia syn është sëria më e shitur e vezëve. Në 1,69 euro për 6 vezë duket oferta më e mirë, por në testet e Unionit të Konsumatorëve, Masotis o ekonomia syn u rendit ndër më pak të freskëtat. Në testin e ujit anoj e dukshme. Shenjë dhome ajri të madhe. Vezët plaken, futet ajër, bëhen të lehta. Sa po u hapën, vezët o ekonomia syn treguan të verdhë të zbethë, të bardhë ujore, erë vjetër, jo të rrezikshme, por larg nga të freskëtat. Masotis i jep kontrata të ngushta të tretëve. Nuk kontrollon drejt për drejt prodhimin. Vezët vijnë nga një sirritje në tokë me standarde minimale. Kodi 2 në Lëvozhg e konfirmon. Magazine të mbyllura, pula të ngjeshura, asnjë qasje jashtë. Problemi është edhe ruajtja. Vezët Masotis o ekonomia syn qëndrojnë në depo për javë para se të arrijnë në rafte, pastaj ditë të tjera në supermarkete. Kur i blini janë tashmë të vjetra. Masotis nuk shënon kur datën e lindjes, vetëm skadencën 28 ditë pas. Mund të blini vezë të lindura 20 ditë më parë. Teknikisht ende të mira, por pa shije, pa freski. Në 1,69 euro kurseni 60 cent. Por këto 60 cent kushtojnë në cilësi. Më mirë të shpenzoni 2,50 euro dhe të hani vezë të vërteta. Numri 5. Vasilopoulos Biologjika. Kjo do t'ju befasoj. Vasilopoulos Biologjika premton vezë biologjike cilësore. Pula të lira, ushqim biologjik. Respekt për kafshët. Në 4,10 euro për 6 vezë është çmim premium. Por në testet e Unionit të Konsumatorëve, Vasilopoulos Biologjika u rendit ndër më pak të freskëtat. Në testin e ujit anoj. Erë e lehtë amoniaku. Freski jo e shkëlqyer. Si mundet një produkt biologjik të kushtoj gati 4 euro dhe të jetë më pak i freskët se vezët normale? Problemi është menaxhimi. Biologjik nuk do të thot automatikisht i freskët. Do të thot i kultivuar pa pesticide sintetike. Por nëse vezët qëndrojnë në depo për javë, plaken gjithsesi. Vasilopoulos Biologjika ka edhe problem transparence. Etiketa thot nga bujësi biologjike greke. Por cili rajon, cili prodhues? Zero detaje. Biologjiku duhet të jetë 100% i gjurmueshëm. Në vend të kësaj abë mban paqartësi për fleksibilitet tregtar. Në 2024 Vasilopoulos u përfshi edhe në tërheqjen e salmonelës. 19 parti u tërhoqën. Problemi furnizuesit delika. Por abë zgjodhi furnizuesin. Përgjegjësi e përbashkët. Në gati 4 euro, Vasilopoulos Biologjika nuk e justifikon çmimin. Biologjik mesatar që shitet si premium. Ka biologjik më të mirë në çmime të ngjashme. Numri 6. Carrefour Marinopoulos Biologjika. Carrefour është kolos francez me prani të fortë në Greqi. Linja biologjike premton cilësi superiore, por në testet e Unionit të Konsumatorëve, Carrefour Biologjika u rendit ndër më pak të freskëtat. Test uji, anoj, erë amoniaku, të verdhë dhe dobët, freski jo e shkëlqyer. Në 3,50 euro për 6 vezë, Carrefour Biologjika kushton sa të tjerët biologjik, por ofron cilësi inferiore. Problemi është se Carrefour nuk prodhon. I jep kontrata të ngushta të tretëve. Vezët biologjike vijnë nga furnizues të shumë. Sot një njësi rritje, nesër tjetra. Asnjë konsistencë. Zero kontroll direkt. Brandet private të shpërndarjes së madhe kanë këtë kufi. Pas logos së njohur ka zinxhir të errët. Kodi në Lëvozhg zbulon njësi rritje të shpërndara në gjithë Greqinë. Veri, qendër, jug. Carrefour blen ku është më lirë, paketoj me markën e vet, shet në çmim biologjik. Konsumatori paguan për markën, jo për cilësi të vërtetë. Carrefour ka angazhime për trajtim të mirë të kafshëve. Ka hequr kafazet, por heqja e kafazeve është minimumi. Nuk mjafton për të shitur vezë në 3,50 euro. Carrefour Biologjika përfaqëson problemin e brandeve private. Marketing që shet perceptim. Prodhim që shet mesatare. Nëse kërkoni biologjik, shikoni diku tjetër. Numri 7. Sklavenitis agrotika mas.
Sklavenitis është kooperativ tregtarësh. Duhet të vinte cilësinë para fitimit. Por në testet e Unionit të Konsumatorëve, Sklavenitis Agrotika mas u rendit ndër më pak të freskëtat. Anoj në testin e ujit. Amoniaku, të verdhë e zbedh. Freski jo e shkëlqyer. Në 2.80 euro për 6 vezë. Agrotika mas vendoset në kategori mesatare, as ekonomike, as premium dhe me gjitha të cilësi e ulët. Problemi është se edhe Sklavenitis i jep kontratat të tretëve. Linja Agrotika mas premton gjurmueshmëri, por etiketa thot vetëm nga njësi greke të kontrolluara rritjeje. Cilat njësi, cilat kontrole? Pa qartësi totale. Sklavenitis ka hequr kafazet nga zinxhiri i vezëve në Lëvoshk. Mirë, por vezët si përbërës në produkte, ende kafaze në shumë raste, duket si mungesë konsistence. Sklavenitis flet për etik, por zgjedh furnizues bazuar në çmim. Agrotika mas nuk është katastrofike, është mesatare. Për një kooperativ që duhet të përfaqësojë tregtarët, anëtarët dhe konsumatorët, mesatarja është e papranueshme. Në 2.80 euro ka vezë më të mira. Agrotika mas është zgjedhje dembel. Tani që pam 7 më të këqijat, le të flasim për 2 markat që meritojnë vërtet besimin tuaj. Numri 1. Lykopoulos. Nëse duhet të zgjidhni vezë nga supermarket, zgjidhni Lykopoulos. Në testet Lykopoulos mori vlerësim të shkëlqyer. Vezët qëndruan krejtësisht horizontale në testin e ujit. Freski e shkëlqyer. Sapo u hapën, të verdhë e fortë, ngjyrë intensive, e bardhë e dendur, zero era të çuditshme. Cilësi superiore. Lykopoulos është kooperativ bujqësore e Thesalisë. Themeluar në 1962. Mbi 60 vjet në Pulltari. Lider në Thesali dhe Greqinë qendrore. Kontroll direkt i zinxhirit. Lykopoulos nuk i jep rastësisht. Zgjidh pak njësi të zgjedhura rritjeje. Kontrollon çdo fazë. Kërkon standarde të larta. Vezët mblidhen, transportohen, paketohen, shpërndahen në kohë rekord. Nga lindja në raft kalojnë më pak se 5 ditë. Kjo bën diferencën. Lykopoulos shënon në etiket datën e lindjes, origjinën e saktë, parametrat kimik. Transparencë absolute. Kodi në Lëvoshk zbulon njësi rritjeje në Thesali dhe Greqinë qendrore. Kontroll i vazhdueshëm. Në testet e mëparshme gjithmonë vlerësime të larta. Në 2018 ndër 3 të parët. Në 2021 i pari absolut. Në 2023 sërish i shkëlqyer. Konsistencë e rrallë aty ku shumë marka lëkundeshin. Në 3.10 euro për 6 vezë. Lykopoulos nuk është ekonomik, por çmimi është i drejtë. Investon në freski të vërtetë. Çdo vezë sjell shije autentike, të verdhë të pasur me omega 3 dhe vitamina. Lykopoulos ka edhe linjë biologjike të shkëlqyer. Në testet e Unionit të Konsumatorëve, Lykopoulos biologjika mori vlerësim maksimal. Në 4 euro kushton më shumë se biologjikët mesatar, por ofron cilësi të vërtetë. Lykopoulos mban standarde të qëndrueshme. Parti pas partie, vit pas viti. Kjo është shenjë serioziteti. Numri 2. Kaloni. Nëse Lykopoulos është më i miri, Kaloni është oferta më e mirë. Në testet e Unionit të Konsumatorëve 2023, Kaloni mori vlerësim të shkëlqyer. Freski e shkëlqyer, të verdhë perfekte, zero defekte. Në 2.60 euro për 6 vezë. Kushton më pak se Lykopoulos, por ofron cilësi të barabartë. Kaloni është markë e Epirit. Vezë të mbledhura nga njësi lokale rritjeje në nomët e Joanninës dhe Thesprotia. Zinxhir i afërt. Nga lindja në paketim kalojnë orë, jo ditë. Vezët Kaloni arrin të freskëta në supermarketet e veriperëndimit të Greqisë. Shpërndarje e shpejtë. Në supermarketet e jugut dhe lindjes më pak të pranishme, por ku gjendet është zgjedhje e shkëlqyer. Kodi në Lëvoshk zbulon njësi të certifikuara rritjeje të Epirit, pula të rritura në tokë me hapësira të mjaftueshme, kontrolle të rregullta veterinare, ushqim të kontrolluar. Linja biologjike është fantastike. Në testet vlerësim maksimal. Në 3.70 euro kushton më pak se shumë biologjik mesatar. Raport i pashembullt cilësi çmim.
Kaloni mban standarde të qëndrueshme. Vit pas viti testet shpërblejnë këto vezë. Në 2018 ndër 5 e para. Në 2021. Në 2023 e para bashkë me Lykopolos. Qëndrueshmëri shenjë kontrolli të fortë cilësie. Kaloni është zgjedhje e zgjuar. Jo më e njohura, por ndër më të mirat për raport cilësi çmim. Tani le të shohim si të lexoni kodin në lëvozhg. Në lëvozhgën e çdo veze ka një kod alfanumerik me 11 karaktere. Nuk është i rastësishëm. Është identiteti i vezës. Ju tregon gjithçka. Si u rrit pula, nga vjen, nga cilat njësi rritjeje. Mësimi i leximit të këtij kodi ju mbron nga mashtrimet. Rregulli 1. Numri i parë tregon llojin e rritjes, mund të jetë 0, 1, 2 ose 3. 0 do të thotë biologjik. Pula të lira jashtë, ushqim biologjik. 6 pula maksimum për metër katror në hapësirë të mbuluar. Kulmi. 1 do të thotë rritje në natyrë. Pula të lira të paktën pjesë të ditës. Hapësirë jashtë, por jo ushqim biologjik. Densitet rreth 2500 pula për hektar. I mirë. 2 do të thotë rritje në tokë. Pula në magazine të mbyllura. Asnjë qasje jashtë. 9 pula maksimum për metër katror. Dritë artificiale. Minimumi ligjor. 3 do të thotë kafaz. Pulat jetojnë të ngjeshura vertikalisht në kafaze të vogla. Nga 2012 kafazet e vjetra janë të ndaluara. Tani vetëm kafazet të pasuruara. Por një kafaz mbetet kafaz. Rregulli 2. 2 shkronjat pas numrit tregojnë vendin. Gër do të thotë Greqi. Pothuajse të gjitha vezët në supermarketet greke janë greke. Greqia prodhon 3.2 miliard vezë në vit. Vetë mjaftueshme. Nëse gjeni kode të tjera si BG për Bullgari ose RO për Rumani, kujdes. Mund të jenë vezë të importuara me kosto të ulët. Rregulli 3. Shkronjat dhe numrat pasardhës identifikojnë vendin e prodhimit. Tregojnë nom dhe numrin e njësisë rritjeje. SHG1 THS01, njësi rritjeje në Thesali, THS, numër 01. Kjo ju tregon saktësisht nga vjen veza. E dobishme për zgjedhje zinxhiri lokal. Vezë lokale më të mira. Më pak transport, më të freskëta. Rregulli 4. Në paketim kontrolloni datën e konsumit, sipas ligjit 28 ditë pas lindjes. Por kërkoni edhe datën e lindjes nëse shënohet. Më mirë vezë të lindura më pak se 10 ditë më parë. Pas 15 ditësh humbasin freski. Pas 20 ditësh ende të mira, por shija ndryshon. Rregulli 5. Kontrolloni madhësinë, së të vogla, më mesatare, lë të mëdha, qëllë shumë të mëdha. Të mëdha të kushtojnë më shumë, por kanë më shumë të verdhë. Më mirë për receta. Mesataret janë në rregull për gatim normal. Tani dini saktësisht çfarë të kërkoni, 0 ose 1 për rritje, G për Greqi, datë